një nga mirësitë e Allahut për mua është se I dërguari I Allahut ndroi jetë në shtëpinë time, në ditën time, mes kraharorit tim dhe kockësimit të qafes, dhe se Allahu bashkoi pështymen time me pështymen e tij në çastin e vdekjes. Ajo shpjegon që Abdurrahmani erdhi me një misvak në dorë, ndërsa unë po e mbështesja profetin sallallahu alaihi wasallam, vula re se ai po e shikonte misvakun. Dhe duke ditur se atij I pëlqente misvaku, I thash: "A ta marr për ty?" Ai bëri shenjë me kokë se po. Ja thash, por ai e ndjeu fort. "A ta zbus për ty?" I thash. Ai përsëri bëri shenjë me kokë që po. E zbuta dhe ja thash. Pra Hazrat Aisha e futi në gojë dhe e zbuti misvakun, pastaj ja dha profetit. Para ti kishte një enë me ujë të vogël ose të madhe, rrëfimtari nuk e ka të sigurt për masat e enës, sidoqoftë. Ai e fuste dorën në ujë, e fërkonte fytyrën e tij të bekuar dhe thoshte: "La ilaha illallah. Inna lil mauti sakaratin." Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Vërtet, vdekja I ka vështirësitë e veta. Pastaj ngriti dorën dhe tha: "Fir rafiqil a'la." Te miku im më I madh. Më pas dora e tij ra dhe ai ndroi jetë. Hazrat Mesih ibn Islam thotë: Allahu I madhërisëm I kishte dhënë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam zgjedhjen në çastet e fundit. Nëse dëshiron, qëndron në botë. Nëse dëshiron, kthehu tek unë. E profeti sallallahu alaihi wasallam ju lut: "O Zoti im, dua të vi tek ti." E fjalët e fundit me të cilët shpirti I tij I pastër ndaj ishin pikërisht këto: "Bir rafiqil a'la." Që thoshte: "Nuk dua të qëndroj më këtu, dua të shkoj te Zoti im." Kështu ai u paraqit para Allahut të madhërisëm. Pra, Allahu I kishte dhënë që të zgjidhte dhe ai zgjodhi Allahun. Kështu ai u paraqit para Allahut të madhërisëm. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid.